Radio Islame në gjuhën shqipe. Gratë tuaja janë banesa juaj. Nuk është banesa juaj aja, ju ku banoni me gruën, por gruaja është banesa juaj. Dhe liteskunu ilejha, por nuk është për qëllim në Kurani Kerim banesa me mune, dhe banesa që ka mobilit renda që ti banë qelsin e asaj. Kjo banesa është qëtër. Kjo banes është qëtër për asaj banese që ka mune dhe ti banë qelsin e asaj të dirës. Dhe liteskunu ilejha rrëd, nga fjala seken në gjuhën arabe, nga fjala qetësi, ati ju ku këtheni dhe qetësoheni. Qetësoheni me të vërtet. Gratë janë, a i burimi, a i shtrati ma i bukur dhe ma i ndashëm, që ju në atë shtratë qetësoheni. Me një moment prej momenteve, kur ju keni pun me ta, është i vetë një moment, që ju harroni sa e keni pas rrimë, harroni sa ju ka arë telefoni, ju harroni pastaj sa keni tatime në vit, ju harroni sa pare i keni, ju harroni ka e keni në burg, ju harroni se jeni smut, ju harroni ka e keni në spital. Për disa momente shumë të shkurta, Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë, liteskunu ilejha, që të qetësoni me ta, që të qetësoni ta, pra është depo i veçan, i krijuar prej Allahu Gjelle Gjelalu, është trup i veçan i krijuar prej Allahu Gjelle Gjelalu, për qetësimin tuaj e pastaj, ki qetësimi është reciprok me të vërtet, është qetësim reciprok me të vërtet. A ka dinjë prej besimtarëve tonë, që e ka shoqën pa ashtu besimtare, që ai kur të largohet prej shtëpie i dhem koka. S'ka. Nëse të ditë besimtar, largohesh prej shtëpie 30 vjetë, s'të dhem koka. S'ke të drejtë mu largu, por ka ndodhë, nuk të dhem koka. A ke problem se shoqja ka me ta ndosh shtratin? A ke problem se ajo ka më përla me kujshim? A ke problem se ajo ka me ta marrë firën? As njëre, nëse janë taku të ditë besimtarë. Nëse të ditë i fregonë Allahu Gjelle Gjelalu, këta e lipë Allahu Gjelle Gjelalu. Kësa i ka thonë seken, kësa i ka thonë banes, kësa i që i fregotë Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu. Inne fi dhalika le ajatin li qaumi yatafakkarun. Ka thonë në këta ajetin, që kemi lexuar bashkë me juve, në suratul Rum ajetin 21, Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, pra unë prej jush kam kriju bashkëshortën tuaj. Po i thojnë shqiptarët bashkëshorte, unë akoma s'me di pse po i thojnë bashkëshorte. Ata mos janë shartu me njëri qetrin? Mos kanë bërë ato shorte, mos i ka kinja ata dikush, mos i ka mua ata dikush, dikuj pipin prej atyre pra, mos janë shartu me flet apo me pip ata? Si t'janë shartu në pranver me sigurin me pip, Petrov si t'janë shartu me flet, me sigurin janë shartu. I dhojnë bashkëshorte. Qka është e bashkëshorti s'pe tim hala? Zonja dhe zotriu. Zonja dhe zotriu të di janë të mdhaj këta. Këta janë ma të mdhaj që isha toka. Ata që betohen se do të bajnë familje. Ata që do të betohen se do të bajnë fëmijë. Ata që janë betu dhe janë lirë në mesvetën e përmet kurorës së shenjë për të vazhdu sojë. Për të vazhdu soj, për të vazhdu gjisin lojnë, për të ngellë loja atyre në tokë. Ata që kanë marrë përsipër, për gjërësit më të mëdha, edhe kanë marrë përsipër pastaj me nderu njëri tjetrin si pas regulorës së punës sa Allahu Gjelle Gjelalu në tokë. Këta janë burre grue, zotria dhe zonja. Këta janë të mëdhajt e kësaj dunjohet. Këta janë zavenësit e Allahut në tokë. U idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allahu i ka thënë me lajke mund, për e bizë zavenësin tim në tokë kanë thënë, e të gjallu fiha, me jufsidu fiha, o esli ku dima, ati do të asilësh atër që delë gjak në tokë dhe banë shregullime, ale inni a'lemu ma la ta'lemun. Unë di qka nuk dini ju, ka thënë Allahu me lekme. Unë di qka nuk dini ju. Qka ka ditë Allahu me lekës kanë ditë. Ata nuk e kanë ditë, me siguri, se ke i për iman 12 orë ndrimin edhe man Ramazanin me tërë. Ata me lekët nuk e kanë ditë me siguri, se kanë obligim ata me ditë, se në dunja do të marron fabrika, e njeri do t'i venë pra atë që kanë thonë një natë, ta shti po i thonë pra leshgjami, s'po i thonë si atë natë, janon ati i tipit të produktit kimi 450 gradë, e do të shkrijet hekur i këtu njëri, do të shkrijet hekur do të ta marrë Ramazanin. Allahu ka thënë inni a'lemu ma la ta'lemun.
unë pra jam ai që di çka nuk dini ju. Ata do t'i bajnë unë, ata do t'jenë zavendësët e mi mbi tokë, ata do t'a zbatojnë faktikisht ligjin e Allahut në tokë. Kush janë këta? Këta janë një burrë dhe një grua, të krijuar prej njëri tjetrit, pastaj për njëri tjetrit. Ata të krijuar prej njëri tjetrit, njëri i krijuar prej tjetrit dhe jetojnë për njëri tjetrit. Ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu këta ditë, një burrë dhe një grua. Atë ditë janë zotni, këta njëri janë zotni. Prej tyre. Si t'jenë të ditë zotni, familje s'ka. Si t'jenë të ditë zotni, s'ka shtëpi. Si t'jenë të ditë zotni. Po tentohet që bota moderne ta ban gruan zotni. Edhe ata ta ban gruan zotni me çdo kusht, do me thënë, ta ban matelishtin zotni. I forti çka do ban? I forti ta shel lojën prej mazgollit. Si po luhet futbolli prej jashtë stadionit. Atë lojë kush ta luje pra në këtë botë tash, ta lujin gruaja, ta luajn femna. Kjo është pra gozhda mega që ju ka ngull murit të njerëzisë. Na kemi pyet kështu. Kemi thënë, ata që po dojnë gruaja ta udhëheq botën, femna ta udhëheq botën. A din me ndalë, ato vetëm një moment me vuk ishte në kokë me thënë. Pse burrit të mos e udhëheq, çka u bë? Pse burrit të mos e udhëheq botën? Pse ai të mos e udhëheq shtëpinë? Pse ai të mos jetë drejtori shkollës? Pse ai të mos jetë drejtori spitalit? Pse ai të mos jetë kancellar? Pse ai të mos jetë kryetar shteti? Pse ai mos jetë drejtori uzinës? Kemi thënë, gruaja le të jetë, por na po pyesmi, pse të mos jetë burri? Sepse ata po thojnë, gratë duhet të jetë. Kështu po thojnë në kohën e fundit. Ata kur po thojnë gratë duhet të kenë kaç përqindjen, ata nuk janë të thënë, gratë duhet të kenë 10% e pastaj u ndalën. Ata po i përdorin shkallë me shkuar ajo deri në krije. Shkallë, sot 3 shkallë nesër 5, që të shkojnë deri në kokë. Islami nuk ka kundër që gruaja të ngritet për pjetë. Ajo nuk ka kundër, Islami nuk ka kundër që ajo të shkollohet, por kërkon prej asaj që të shkollohet dhe të bëhet zonjë ditur, duke pyet, pra, duke pyet. Një ndërtesë shumë katëshe. Një ndërtesë 100 katë. Ata merr mendja se atë ndërtesë mundet me marrë një çoban projektin e asaj? Ai që ka bërë projektin e asaj ndërtesës 500 katë, a është njeri shkolluar apo pa shkolluar është ai njeriu? Ai që ka bërë projekt, ai është njeri shkolluar me siguri. Një nën e shkolluar dukon një fëmijë më mirë apo një nën që nuk ka shkolluar? Kush e rrit njeriu më drejt pastaj? E njeriu ndërtesë sa katë është ai njeriu? Çfarë ndërtesë është njeriu? Fenomeni njeri, sa ndërtesë sa katë është e nëllë për pjetë? Këta mendon njeni se të mund të ngrit një grua e pashkollume, të rrit drejt, kjo asnjëherë s'mundet. Kjo s'mundet më rregullu. Vetëm një femën e shkolluar, por e shkolluar e besuar. Jo se i cila femën. E shkolluar e besuar, vetëm ajo mund të rrit ndërtesën e quajtur njeri drejt. Vetëm ajo. El-ummu medresetun idha a'detteha, a'det shaben tajiba l'Araki nana, është një shkollë nëse e ke pregadit, ajo rrit pastaj gjemë të drejtë. Cili do të jetë zotni? Ka thënë Allahu në Kur'an-i Kerim, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Burrat janë përgjegjës të grave. Kështu ka thënë në Kur'an-i Kerim, Allahu xhalla xhelaluhu. Na po e shfletuam Kur'an-i Kerimin, a kena ajetin 34 në suratul Nisa. Ka thënë Allahu xhalla xhelalu, burrat janë ata që drejtojnë shtëpinë. Fjala shtëpi këtu nuk është ajo me djelloma, shtëpia e madhe. Burrat janë drejtuesit, ata janë përgjegjësit. Për çfarë arsye ato janë përgjegjësit pastaj? Për çfarë arsye? Ata nuk janë përgjegjësit për inatin. Ata nuk janë përgjegjës për inatin grave, ata nuk janë përgjegjës për hujin e vet, ata pastaj nuk janë përgjegjës për merakun që kanë. Nuk janë për atë. Allahu i ka bërë përgjegjësien burrave bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, për shkak të veçurive që i ka dhënë Allahu burrave edhe si u ka dhënë grave. Për shkak të veçurive, cilët janë ato veçuri? 1. Fuqia.
fizike. Fuqia fizike 1. Fuqia mendore 2. Fuqia psikofizike 3. E pastaj fuqia e mendimit afatgjat, fuqia vizionale e burrit. Te gruaja është shkurt, ka thënë sallallahu alaihi wasallam fjalin që nuk mohohet kur, ajo vetëm ditë e vjen duke u vërtetu, ka thënë ai sallallahu alaihi wasallam, gratë janë nisfu aqlin wa din, ato janë gjysmë mende dhe gjysmë fe. Gjysmë dini dhe gjysmë mende. Kam thënë, ja Rasulullah, ata grata gjysmë njeri janë. Ata nuk janë gjysmë njeri, ata janë njeri e gjysmë. Ata janë një njeri e gjysmë, por ata janë gjysmë dini dhe gjysmë mende. Dhe i ka thonë, tëmë këto ihda hunne, nësfa umriha la të salli. Një prej atyre gjysmën e jetës nuk falën. Faktikisht shkolla Imam Shafiut e ka këta për argument se deri në 15 ditë cikli mujor i grave mund të ndodhë 15 ditë ajo s'në falën. Muji sa ditë i ka? Muji i ka 30, sa ditë ajo s'pu falë ka pra? Ai kur ka thënë gjysmë dini, pra nuk ka thënë gjysmë dini ato Allahun e njohin më pak. Gjysmë dini nuk ka thënë ato kanë besim më pak. Nuk ka thënë ato i tutën Allahut më pak. Ai nuk ka thënë ato i falin direqat të drekës, farz. Ai nuk ka thënë ato akshamin e shkurtoj. Ai nuk ka thënë ashtu. Ai ka thënë gjysmë dini, krijesa e Allahut, dëshira e atij është që ata të krijojnë në atë mënyrë gjysmë jetën të mos falën. 15 ditë cikli mujor si le të mu falë, burrat këtë problem nuk e kanë. Gjysmë fe, gjysmë dini. Ato na kisato aklin u adin, edhe gjysmë mende, sepse në dëshmi në gjyq, shkon një burr, 2 gra. Në dëshmi në gjyq, shkon një burr, 2 gra. Një grua vetë s'ka mundësi me dëshmu, duhet të bat ajo, di ka gjimës muji. 2 persona ka gjimës muji e ban një njeri. Një njeri, një muj, 30 ditë. Duhet të shkon ajo vetë dita të dëshmon. Po ta shti kjo që ka pengon që ajo të shkon në për... kështu pra. Ajo që i 15 ditë së në falet, 15 ditë së në hinë gjave. 15 ditë së në kënon Kurani Kerim. 15 ditë së në s'ka marrëdhënie intime me burrin e saj. Ajo 15 ditë pastaj së në ban tavaf. Ajo 15 ditë i ka ashëndame prej disa pjesëve të jetës. E dunjaja duhet të selët kur ajo nuk ka shepasra ato 15 ditë. Edhe ato 15 ditë dunjaja duhet të selët. Edhe ato 15 ditë e zonit duhet të thirë. 75 herë duhet të thirë zonit ato 15 dita. Ajo pra, nëse asaj kanë thënë, më kanë pyta që në Gjermani në Leverkusen, se gruja nuk e thirë e zonin. Kjo 15 ditë në len pa e zan pra në këtë rast neve. Se se në vend të gjamia, kjo se gruja mos me dal imam. 75 varte mujtë se nëse një falim gjithsejt pra. Ata njerëzit që nuk në din neve dinin dhe regulorët e dinit tonë, ata në leti kenë të probleme, s'ka problem. Por në jemi ata sqaruës, ata spjeguës të mlaj, të dinit të malë, të dinit të Allahu Gjelle Gjelalu, që nuk e kemi në nëshmu gruën, pse asa ashe me një numë për disa sendeve, por e kemi vlerësu ata, e kemi ngrit ata. Islami e ka ngrit ata, kur e ka me një numë për disa sendeve. Ti, nëse e ke një vla, e din këtë familja se e ma i lishtë se ti. E ke një vla, gjysëm ashtë sa ti i lishtaj, për me ngrejt ranë. Ti e të ka dhanë Allahu fuqin me ngrejt 100 kg, ati 50. A i guri para kam me 100 kg i ka. Për i zdatë zotit nëse je musliman. A i ve ati zorin sa unë me ngrejt, a i thu largo pak ma ndej. Cëllën punë e banë me vlaun tanë. Me vlaun tanë, kur të keni me ngrejt një sen të ranë, ti ma i fort, a i ma i lisht, qka i thu vlaun? A i thu hec të bamit të barabar, a i thu i ka ndej, se që ku jam unë këtu? Pra Islami i ka thënë largohë gruës pak ma ndej, se jeme a unët, na jemi këtu. Nuk i ka thënë largohë të gjithë pibere në pipinari, pikolosikit të jetës. Asaj nuk i ka thënë, ha të shkotim mbyllu atje se pëta vetë qelësin e derës mos dilë kur, jo, edhe largohë të se na jemi.
Mos bën ti punë të rana, na jemi për punë të rana. Pra kja është nder. Atje më kanë pyet ato gratë që kanë ardhur me vizitu xhamin, më kanë thënë, pse gruaja mos falet para burrave në xhami? Si radhitën safat. Safat në xhami radhitën gratë, burrat, fëmijët, ata që s'kan gjini, gratë. Kështu radhitën safat e muslimanëve në namaz. Burrat, fëmijët, ata pa gjini, e pastaj gratë. Kanë thënë ato gratë atyre, burrat s'kan pyet, kanë pyet gratë. Kanë thënë, pse burrat gratë të mos falen përpara? Po ju kam thënë unë atyre grave me 3 oktober të këtij viti, ju kam thënë, nëse ajo gruaja del falet përpara, ki burri që ka dalë me u fal ati, duhet të jetë namaz normal i lidhur me Allahun xhalla xhelalu. Po në atë rast ki çerek i lidhur me Allahun. Kjo punë nuk mundet të ndodhë kështu. Sepse na folim qartë kur t'ja mësojmë njerëzve islamin edhe rregullorët e dinit tonë. Na folim me shembuj të qartë, nuk folim me shembuj abstrakte që të shkojsh ti prej xhamie të mos e dish ka dashur me thënë. Kanë thënë ato gratë, kush e ka vu këtë rregull? Një nga gratë më ka thënë, kush e ka vu këtë rregull? Kam thënë, e ka vu këtë rregull Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë, e po për çka fëmia përpara gruas? Kam thënë, ai duhet të falet para nënës. Sepse nana gjatë namazit të falë, duhet ta ketë ata parasime. Ajo ka thënë, kush e ka vu këtë rregull, kam thënë, e ka vu Muhamedi. Ka thënë Muhammed, dish libe, dish von heute. Prej sot të dua. Ka thënë, në të dua ti e prej sot. Pra gratë, Islami çka ju ka bë grave, kur i ka largu pak prej punëve të rënda. Kur i ka largu ata prej punëve të rënda, ai Islami i ka ngrit ata, i ka nderu ata, por burrët i ka porosit me ta më sjell mirë. Një pjesë të sjelljes së mirë dhe mirëvajtjes së mirë me gratë, veç kemi fol para dinarëve në xhami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. E pastaj kanë pyet njerëzit, kanë thënë, për çfarë arsye Islami e ka shkel gruan kaq keq? Kanë thënë ato, në pyetjen ku e ka shkel, ka thënë se një babë e ka një gjallë dhe 2 qika. Kur t'i ndahet ai apo vdes, e lën testamentin e trashëgimisë, një qik i merr 25, një qik 25 prej pasurisë, ai gjalli 50. Po kjo është e vërtet? Kjo është e vërtet kuranore. Një qik i merr 25, edhe një qik 25, gjalli 50. Nëse ai ka lënë 100.000 euro në bank, konte ati datë në 3 pjesë. 50.000 euro në emën të gjallit, ti ka 25.000 në emën të 2 qikave. Kështu datë pasuria në këtë rast. Kam thënë, ja Islami që që ka shkel qikën. I ka dhënë vetëm 25 asaj. Por ata nuk e dinin tonë ata. Se ajo qika 25 qera i ka të burri, i se mi dek burri. Asa i banë pastaj 50, sa i gjalli. Sepse ai gjalli s'ka me shku të qika më martu, ajo qika ka marrë të kitë shpia. Vetëm tash u ndru pak, e na po shkojmë tash me përhajra gjithë na, i thojmë njonit, a i kështë dhanë gjallin a përhajrë. Po e ka dhanë ai gjallin që i ka dhanë një qikës në Gjermani me vizë, e ka dhanë gjallin ai. Na po i thojmë, a i kështë dhanë gjallin a po hajde përhajrë. Por para i thojshme, a kështë dhanë një nuse përhajrë. Po këta shti kështu banë punët pra, ajo i ka edhe 25, i ka 25 te, ku i ka 25, te burri. Nuk është kështu vetëm. Edhe pak ma ndej du të shkojmë me Islamin në spjegim. Du të shkojmë edhe pak ma ndej të Islamin në spjegim. Financat, investimet e veshmbathjes dhe ushqimit të asaj në jetë, në qafën e kuj janë ato. Prej kontës së kuja, prej kontës së ndrimit të asaj që punon, a prej kontës së burrit. Një burr e është i martuar të ditë punojnë në punë. I kanë rrogën njëri 2.000, njëri 1.000. Ose të ditë ka 2.000, gruaja inxhinier 3.000, burri 1.500, sepse ai bëkacia ai. Ai ka figjia 1.500, ajo inxhiniera 3.000 euro muj. Ki që e ka muj 1.500 euro, prej kësaj konto gruaja do të hanë.
ajo prej kësaj kon të duhet të veshët. Ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim në suratun Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa", prej xhepit të burrit ushqehet gruaja, edhe veshët edhe mathet. Ka thënë Rasulullah në hadis, "Falyut'imha mimma yut'am walyalbisha mimma yalbis", ti jap me ngran prej asaj që han, ta vesh prej asaj që vishet. Kjo është gruaja në Islam. Kush ka ai që ka thënë se Islami e ka shkel gruan? Kush ka ai që ka thënë se Islami e ka nënshmu femnën? Kush kanë ata? Cili din i ka thënë burrit, ti nëse don me qenë burri mirë, musliman, ka fshatën e bukës dush të afrojsh me dorën tane në gojë të gruas. Në cëllën fe kjo është ban, përveç se në Islam. Shqiptarës kanë drejta mu lajmërun këtë pikën këtu se janë musliman, sepse se ta ka ban shqiptari këta. 75 hara në gjenem hindit e këtë punë se punën. Unë të jap gruz me angra, ja unë me lukë dhe me kam gruz. Janë nga thonë, për që ka hujbe më dheko. Kështë më ka thënë një gjali për sosë. Jedu ku më fërë. A i kështë më ka thënë. Në cëllim din, jashta Islamit, në cëllim din, kur të ndahet gruaja, kur të ndahet prej burrit, 90 ditë zguxon me u martu, por duhet të rrinë në shtëpinë e burrit. Në cëllim din, veç këtij dini, e ndarë prej burrit 90 ditë, duhet të rrinë në shtëpinë e burrit. Pse duhet të rrinë në shtëpinë e burrit? Se këto 90 ditë ai ka drejta me kthi pa dëshmitar, edhe pa kurorëzim të ri. Vetëm i mdekat atë i thotë, mëri, ti, që ka huj? Të më falesh, mëri, po kam gabua diçka folën e latë pa lidhje unë. Më kaq. Edhe kthehen prapë burri gruaj. Në cëllim din, kur ti vdes burri asaj 130 ditë zguxon më martu ajo. Në cëllim din, përveç se dinit Islam. Nëse këtu në këtë xhami nuk e kam shpjegu, sot do ta shpjegoj. Nëse e kam shpjegu përsëri që janë si puna oksigjenit. Për ditë marrë me qatë frimë dhe s'na prishet kur. S'na mohet bo. Është si puna iftarit. Përsëri që. Pram iftar, sot iftar, pram mirë, sot mirë. Vetëm në ligj, vetëm një ligj të Allahu xhallal xhelalu. Nëse femna e msheh. S'jam i vetëdijshëm, a kam shpjegu këtu apo ndonjë xhami tjetër? Vetëm një ligj të Allahut nëse një femën e msheh. Çka mund të ndodhë, do t'ju shpjegoj të dashur të mi. Një femën është da me burrin, edhe ajo 90 ditë zguxon më martu me burr tjetër. Shkaku, arsia, pse ajo zguxon, li alla yaski ma'uhu zar'a ghayri. Për të mos ujit uji jot bereqetin e qetër kuj. Ato muslimanët janë të mençur, ato më njëherë din çka kemi thënë. Ato më njëherë din çka kemi thënë. Për të mos ujit uji i burrit të ditë, atë që e ka mjell burri i parë. Zguxon me mbulu gruaja këta, duhet me tregu se unë kam bereqetin në bark prej burrit të parë. Zguxon me mbulu. Megjithëse ajo se ka një të gjallë, akoma edhe një muj duhet për me një të gjallë. Kur të banë 120 ditë. E mshef ajo këta. Një e mshef këta. Në natën 89 ajo martohet me burrin tjetër. Në natën 89 martohet me burrin tjetër. Edhe ai pastaj më njëherë fillon me ujit bereqetin. E ka të drejtë, ka marrë se ai. Kur të banë 6 muj 179 ditë prej kësaj nate, a i fëmija lindë. Po flasë për ligjin e Allahu, 6 muj lindë fëmija dhe jeton. Por një natë ma pak si jeton. Si ta ketë mshef kjo gruja, kur të lindë ki qunit 6 mujor dhe jeton pra. I kuja shpiktive t'i burëve? I të pari të rëshki. Por ku jeton ti, te kush jetë, në cëllën familje, jetë te kjo familje re. Ashtë gjali këti të burin ti? Jo. E rritaj? Po. Kërë ka ba? Atë njeri. Kënde ka daje? Aqë, kënde ka aqë? Kushëri, kërë ka, me ka i ka babat vlasën aj? Kënde ka i motër nëne? Edhe kënde ka pastaj e vla babe. Kënde ka vlau i nënës.
ku i ka daj Allah taj. Si është trashëgimia ati kur të datë pasuria pastaj, ku e ka hisën e vetaj. Ato sendet nuk janë ashtu, nuk janë bota tramvaj. Bota, si pas Islamit, është regull i Allahut të tokë, ose jetohet pa regullin e ati. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ka thënë burrave ju ka dhënë Allahu pushtetin e mbikëqyrjes së femrave, për atë se ai ka dhënë te ato veçuri, ka dhënë veçuri dhe ka emëruar që ata të mbikëqyren me çantën, me xhepin e burrave. Pra gruaja i ka 25 te baba, çika i ka 25 te baba, 25 te burri, çantën e burrit, çka të shje, me unda, këta, aja është larg prej burrit për tjetër, larga prej burrit. Islami e ka liru femrën prej robnisë. Ai ka dhënë asaj vlerën e vet. Ai e ka bënë ata njerëz se nuk ish njeri. Nuk ish njeri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Ka thënë ashiruhunna bil ma'ruf, silluni me ta mirë. Mos i nënshmoni ata lep. Mos i nënshmoni ata lep, do me thonë mos i nënshmoni për pak. Nëse doni si në katon, mos ju hipni në krije. Mos i nënshmoni ata për pak. Ka thonë sepse ju mund të nënshmoni një sen të mendu se keq, Allahu i kam shef gjithat mirat ati. Ka thonë Rasulullah me një hadis, sallallahu alaihi wasallam, sa të ndëgjoni emrin Muhammed, du të thoni Allahumma salli ala Muhammed. Ka thënë ai, alayhi salatu wassalam, in radiya minha, in kariha minha, la yufrik mu'minun mu'mina. Fa in kariha minha khuluqan, radiya minha khuluqan akhar. Të mos e ildhën një burr një grua. Kështu ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Të mos e ildhën një burr një grua. Ka thënë, sepse nëse nuk e don një sjellje të asaj, e do një qetër, sjellje të asaj. Shkuba, ka thënë ai, nëse njenja prej grave tuaja nuk i pjet bukt mirë, ajo fëmijët i rrit mirë. Nëse ajo pak gojën e ka të madhe, pak gojën e gatë, që ndodh ta ketë, mund të ndodh ta ketë, ajo pastaj mysafir t'i prit mirë. Nëse ajo pak fëmijëve ndoshta ju bërtet, por është ndershme në muzin e ka të madhë. Pra ajo me një vend, ka pak grop lëshim, por në 5 vende e ban mirë. E kërë jo, vetëm një sigures kur t'i gjegët një lamë, a kërën e që ti në pru, a janë ndron një lamë të vogën. Që të dhe në pak? Se kërën ti janë ndron një lamë e gruën, këtë gruën më njare përdos për një problem të vogën që ka e ka po ajo. Jo, ajo e ban një problem të vogël, po ti një sende i ka po mirë. Ka thënë, ju për një send të asaj muni të përpuz një pak, por një sendet të mira e mlojnë për sendin e kjesën dhe hesht, sjellu me ta mirë, pra. Sjellu me ta mirë. Ka thënë, ashiruhunna bil ma'ruf. Sjelluni me ta mirë, jetoni me ta mirë. Fa in kariha minha khuluqan, radiya minha khuluqan akhar. Nëse një sjellje e ka ajo negative, 500 i ka pozitive. 500 pun i ka pozitive. A ban miranin që të stante një 490? Ashtu në thamë në fillim të dersit, kush ka ma vozë ka qenë këtu. Se santet nuk do të vanobin dersna, në si firë do t'i bitis mi këtë punë. Akmelul mu'minine imana. Cëlli prej besimtarve ka imanin të plot. Hadis, i vërtet, cëlli prej muslimanve e ka besimin e vërtet, të shkelqyshëm. Ka thënë, akmelul mu'minine imanen, altafuhum bi ahli. Imanin super të shkelqyshëm e ka vetëm një grup njeri, vetëm një njeri e ka, ai që është më i buti për familjen e vetë. Kur të folë me fëmijët, ai fol but me ta. Kur të folë me gruan, ai thot asaj zonjë. Gruas vetë i thot zonjë.
burri mirë, gruas vet i thot zonjës. Aja ta, e pyet në mëngjes a ke fletra. E pyet, a e pyet ata, pa i thanë ajo jam me smut, që që ke shëndetin. A i thot asaj kur të shkon në treg, a ke dëshirë të blej diçka, sot. I thot asaj në mëngjes kur del për shtëpi, çka po don sot të bi diçka. Ai i rrit asaj imrin, i rrit asaj jetën, ai e ban ata tipistik far me koloborën një hektar, 3 hektar një fshitërit veç për qytetit. Sepse pastaj ajo, kur e ka një burr musliman të këtij kalibri, ajo harron me u lodh pastaj. Për atë shtëpi, harron keq se sa ka punu, harron me u lodh. Po ai burri kur të çohet në mëngjes ai. Në mëngjes ai kur çohet më spari dorzat ishte. Do t'i dorzat edhe luft, me kan. Me kan. Ajo e ngrata pra. Ajo e ngrata. Maranjeri. Kja fjallon shpia është kja. Maranjeri. Kja fjallon shpia muslimanit, kja fjallon musliman është kja. Në 1951 kanal ato shka i shkruin statistikën e popullatës, i thot njëri një gruas, që ka përrio të emnin, tha. Që ka përrio të emnin. Tha, shimi e kam gjetë shimi pelon. Ai ha shim e pa pas emnin a kjo. Tha, shim e gjeta, shim pelon. Kur se kish vetë verën bash atë emnin për një me që ka kishimi. A kështu jetohet ta? Nuk mundet kështu. Nuk mundet kështu. Ajo i thot ati në emën. Ajo i thot ati i thot i shtijës. Ajo i thot ati baba i gjembe. Ai i thot asaj në emën. Ai i thot asaj zonjë. Ai i thot asaj zoja shtëpijës. Ai i thot asaj çka po dëm të bi prej tregu sot. Çka po ke dëshirë. Edhe ai me të vërtet, asaj duhet me i pru diçka prej tregu. Duhet me i pru një sen prej tregu. Ai sa herë të kthen në mramje, duhet ta gëzon ata me diçka. Duhet ta gëzon ajo zonja e shtëpijës, zonja islame, zonja muslimane. Allahu kësaj thot në Kur'anin e Kerim, ashiruhunna bil ma'ruf. Ai duhet ta merr ata, ta çon me shëtit, sipas Islamit. Ta çon me shëtit ata. Ta merr me vete me kerr, ta çon me shëtit. Që ta nxjerr prej shtëpie ta çon me shëtit ata, por bashkë të shëtisin ata. Deri në vizitën një xhamie, të vizitë një biblioteke, vizitës një objekt fetar dikun, në natyrë ta çet ta shëtit. Ai duhet ta fan këta për kam, për zonjën e vet. Ajo pastaj, ajo të mos jeton gjithmonë gips. Se shka ka me më thonë kishti. Të mos jetojnë ato zonjë të nderuara, po venaj. Sahati 10, këtu s'ndodhin ndoshta, këtë punë inshallah s'ndodhin, paqet e na. Po foli sahati 10 tashti me fjallorin e vjetër, sepse 10 disa atë para iftarit. Po, ora 10 pra, disa atë para iftarit. Flesh të din shka është ora 10 disa atë para iftarit. Po, se iftarit gjithmonë 12. Ai pin 12, baha gjysëm gjehennemi, edhe detyron ata me ba punë që s'janë të asaj kohë ata punë. A ke ngri kepën. Çka është kjo puna burrit tash e ka ngri ajo kepën. A ke kallë sporetin. Çka të bëjë ngrata? Këto fjali të vogla duken, por këto në shpirt shqetësojnë zonën në shtëpisë, na ka ndaluar Islami. Na ka ndaluar Islami prej kësaj. Na ka thënë, neve na ka mësuar këtë din që me ta të sillemi mirë. Akmalul mu'minina imanan altafuhum bi ahli, ka thonë besimtari më i mirë është ai besimtari i cili është më i bukur për familjen e vet. Do të thonë për gruan e vet. Rasulullah ka thënë, kemi shpjeguar para vitrinave, për përsëris sante, është shtunë, jeni më me shumicë në xhami, as-salah wa ma malakat aymanukum. Namazin me gratë silluni mirë, edhe ka vdekaj. Mas sa fjalës ka folë më. Ditën e vdekjes, namazin me gratë silluni mirë. Ai pra e ka përfundu jetën e vet me fjalën e fundit të jetës atij, me gratë silluni mirë. E pastaj me një hadith ai ka thënë, Allah fin nisa. Tha frigoni ju Allahut në lidhje me gratë.
frigojnë ju Allahut në lidhje me gra. Ka thënë Allah fin nisa, do me thënë ittaqullaha fin nisa. Frigojnë ju Allahut në lidhje me punën e grave. Ka thënë frigojnë ju. Pse ai diherë kështu të thotë? Sepse mund të ndodh pa di këtu ti pa vërejt se ti pa i ban asaj zullum. Pa vërejt mund të ndodh. Pra hapisin të kesh kujdes. La tukallifuhum ma la yutikun. Ka thënë mos i ngarkoni sasën e baj. Me punë. Ka thënë mos i ngarkoni ato sasën e baj. Se gruaja ka shumë të drejta në Islam. Prej të drejtave ajo çka i ka të drejtë fëmijës tanë mos me i dhanë me thith kur të linë. Ajo ka të drejta me thanë, gjaj kësaj një grue që i jep fëmijëve me thith me pare. E ti pastaj e çon fëmijën me thith te ajo dhe e pagun atë. Ajo e ka këtë të drejtë në Islam. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ka thënë, për fëmijën e lindur, baba duhet të angazhohet edhe për nënën e atij. Në Islam Kurani Kerim. Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhu wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ka thënë baba në shpinë të babës është dëmli prej ka e thithë fëmija, jo në gjikës të nanës. Për ka pagesa. Ajo aqë shumë ka të drejtë në Islam. Ajo mas dite duhet të nën drandafilin në vesh, sepse ajo është zonjë, ajo duhet të veshët bukur mas dite, se burri pas dite vjen prej pune, edhe ajo vetëm me pamje duhet të gëzon burrin e vetë. Vetëm me pamjen e asaj, burri asaj duhet të dinë se kur të del prej pune, ka me shku me qef në shtëpi, se ata e prit zonja e busqeshur dhe e stëlisur. Kjo është gruaja jonë në Islam. Ka thënë, Allah fin nisa. La tukallifuhum ma la yatikun. Ka thënë, mos i ngarkoni sasën e baj. Me të vërtetë. Në popullin tonë edhe disa popull qërë. Me të vërtet, ajo gjithë një është ngarkuar ma shumë se sa e banë punën. Ajo i banë burrit dujt e të linës. Sa është puna asaj ajo? Ajo i fshin burrit për ditë 2 qile o bërë. Sa është puna asaj ajo? Nuk është puna asaj. Pastaj ajo, je shkreta shqipëtare që vetin gjetë qenë. Kje, në shgjerë. Edhe dreke dark, thesh e i ban vetë. Burrat rinë ndërhije, lozin ku vendojnë. Pika që s'ju bie, se nga gratë rojnë. Shtu ka thënë një poet prej poetëve tonë të popullit tonë. Kjo, vija, këto vargjët e këtij poetit, nuk është turp këto në xhami mu spjegu këto. Sepse këto janë vargje vaji. Këto janë vargje vaji këto. Nga këto vija qanë besimtari mirë. Dhe në oja shkreta shqipëtare. Me shkret, me të vërtet e shkret. Si ta ma e parmenën ajo, me të vërtet e shkreta. Ajo si të korre me drapën ashe shkret. Ajo si të punën me shatja ashe shkret. Ajo si ta prapton tokën ashe shkret. Ajo si të shkon në fush me njës ashe shkret. Si ta mledh pasullin ajo gjithë ditën e lumen këllamosh ashe shkret. Ajo si ta banë misrin edhe atë kalinin edhe atë kashtën ashe shkret. Ajo si të rrinë në arë gjithë ditën dhe ajvant ashe shkret. Je shkreta shqipëtare. E pa fe, do me thonë. E pa kur disur fetarisht. Je shkreta shqipëtare që burrin se ka musliman si duhet. Je shkreta shqipëtare, je ngarkunja si lup. Je shkreta shqipëtare. Që vetë i nxetë qitë. I nxetë kirë në shgejnë sama. Edhe drejke dark, këtha e i ban vetë. Burat, ku janë burat? Burat rinë qajtore. Burrat rinë në bare, burrat rinë rojtore, burrat rinë lojtore, burrat rinë në automat, burrat rinë në automate, sepse ati kanë ato fate. Burrat rinë ndër hije, lozin kuvendojnë, ata bëjnë kuvend, lozin bëjnë lojna dhe kuvendojnë bëjnë politika ata. Ata bëjnë politika, Rugova ka me vend, a Benjafere ka me vend. A Sala duhet të udhëheqë Shqipërinë, a Fatosnana duhet të udhëheqë Shqipërinë, këtë punë pa punu të vetën. Zimbra pa pastaj, këtë punë pa punu, ku ta lanë në mbrapje e vazhdojnë nesër. Ati ku e ka lanë e vazhdojnë, e ato pastaj këtë e dinë ata. Ata e dinë kush ka qenë Nehru, e dinë kush ka qenë Naseri, ata e dinë kush ka qenë Mussolini, ata e dinë kush ka qenë Bonaparte, ata e dinë kush ka qenë Stalini, ata e dinë kush a Hoxha, e dinë kush sa Hoxha, ata këtë e dinë.
burrat rrinë në hije, lozin ku vendojnë. Pika që si ju bie, pa normal nuk ju bie pika atyre, nuk ju bie pika. Se nga gratë rojnë, ata gratë që përlavën në fush, ata nga gratë rojnë, jetojnë pi grave, për mjerë a i burë që jeton prej dorës e gruës. E lumë ajo grue që ka një burë musliman që ajo jeton prej dorës ati. Gruja duhet të jeton prej dorës e burit, sepse Allahu i dha dorës e burit fuqit difish prej dorës e gruës, kush ka edha ushqimin difish. Të dashur të mi. Gruja kur të hes në rrugë në dillë, gruja kur të del në rrugë koha me dillë, hijen e ka ma të holë se të burrit. Hija trupit asaj në tokë, prej dillit, është me holë se hija e burrit, edhe një herë është me holë. Të mos shkoni tash ju me pyet një shkencëtar në vetë mi thanë, ka thonë hoxha jo në xhami, se hija e gruas në tokë prej dillit, është edhe një herë me holë se hija e burrit, sepse ai ka me thonë e pa një hoxhën smutë si që kishë. Po në për i kam shetë, për në smutë si që kishë, pishti e tim shka ka me thonë ai. Ai që i ka dhanë Allahut, ai që i ka dhanë njeriut 50 gjallit, 50, e qikën 25, ai ka dhanë gjallit difisha, edhe hijen difish, edhe kuvetin difish, edhe ushqimin difish, atë 5 njësen. A më njëherë një gruë sa ti në sofër? Ajo në sifira, a hanë sa ti? E nifta? A hanë sa ti nifta? A më njëherë një gruë një hardhi rush? Unë kam pa burri të hangër një tepsi kërëlan vetë, a më njëherë një gruë një tepsi kërëlan? Unë kam pa burë të hangër një baklap, ka vdek rahmetullahi alej. Kuj shia jam i pari një tepsi baklap. A ki pa gru të hangër një tepsi baklap? Unë kam pa burë me si, jo e kam pas gjysh baba plak i imi. Baba i babus tim. I ka thanë një plak i katunit tonë, ka pas emnin në vzada i. I ka thanë Dani Velijes. Ka thanë ki Boshnjaku, që ka arë prej Bosnë në katun me urdzu këtë njerëzit kejt katunin e kuriti. Prej mëngjesit kush për njëta i drejli kam të ative i drejli qafën krin, i bani prej shanë burat. Dilat e urzo, ka thonë unë kam livru me 2 penkije. Gjithë ditën kam livru me 2 penkije një burë, ka thonë, si të urzohë me ta, ka thonë, ti të të urzohësh. Ka thonë aji, ati Boshnjakut, unë do t'ule po burë, e ti nëse më venë në shpinë ta kuj që më t'ja urzu. Po ka thonë ta kuj që më t'ja urzu. A i mundohet një djorë me vu në shpi, ata se venë shpi. Ka thënë, unë do t'ulem, e do t'ishtri kam, do t'a vek kamën mbi kam, si t'ma qitesh kamën e për në tokë ta kuj që m'ke urzu. Edhe ajo su ban pastaj. A i prej ati i banë në dhurat me hangër një tele, asaj teles jala vetëm kocitaj. A i gjishi jala asaj teles vetëm kocitaj, baba i babos tim. A ha një grue një tele? Një grue, a ha një tele, vesh kocit jalena? Jo, nuk është ashtu. Nuk është, pra burrat janë qerë në ndërtim, ata gratë janë qeta në ndërtim. Pra ne që ka qenë shpit, neve në pas ka dhanë Allahu ma shumë, me dhanë të ato ma shumë. Me ju investu atyre ma shumë, me ju mbikëqir ata mirë, me usjell me ta mirë. Nderin tonë që nga ka bazoti me shprej të ata atë nderë të matë, që ata pastaj në nëhijen e fuqive tona janë të fuqishme. Në nëhijen e fuqive tona janë të fuqishme. Ka thënë, a khadhtumuhunna bi amanatillah. Ju ata kur i keni marë, kur i keni kurorzuat haj, i keni marë në emanetin e Allahut. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. E ju pastaj, ate që një dit e keni pas haram, edhe u shëndru haramin në halal, në emnin e Allah, të shëndru haramin në halal. Haramin që s'ke të drejt me ba, e pastaj ke të drejt masi të kunërzosh. Ai haram ka kalojnë halal, ai haram kalojnë halal në përmet kurërzimit. Çka është kurërzim? Kurërzim do me thënë nije, shqip, nije, çfarë nije? Marja e përgjegjësive se ti ke me jetu me ata si njeri, është nija pra. Por jo kurërzim në rrugë.
Jo kurorëzim në rrugë. Jo kurorëzim, kurorëzo njënën, shkurorëzo qetrën. Kisa shkurorëzim, s'ka nuk ekziston në dinin ton, kurorëzim i modern i sotit. Çka po bani tha, o Xhafeni tha, për letra be për letra. Për letra, që po ta bëni një kamion letra. Një vagon letra, jo kësi letra. Qera letra. Çka janë ata qerat letra? Mi thonë asaj zonjës së fëmijëve a gjela më të mira, po. Të dashur të mi, du që njoftojnë me di fenomenet e egra, të cilët i ka ndodhë popullit tonë. Inshallah, që ato di raste që i ka ndodhë, mas ative di raste më ma, kur nuk ndodhin qërë. Sepse, Allahu Gjelle Gjelalu hakin e vetë ka e marë se lënë. A i do të marë, por do të paguj në jemë të mirët edhe ata të këshitë së bashku. Pasi që u banë, njëri me u martu me një qikë të fisit, prej gjinis, e pastaj a i me lanë letrat e asaj, me prish kurorëzimin, edhe me ban letra me një qeter që të ban letra punë të vjetë në gurbet, pasi që kjo unë gjallë të në dhe nuk ishte, rëni u rënu në deri jonë. Deri namuzi jonë u rënu me të madhe, e pastaj kaloj shkalla qeter. Duke folë na që gjemë të mos e bajnë këta, të mos e marim namuzin e hujnë për kam, doli qetra bela, ra qetri breshën. A i bresh një qeter shkara, njeni i ka marrë një Gjerman, e ka qua tje, i ka ban gruas një burë me letra. Që në përmet letrave të ati, të mund gruën të bjenë këtu. Pra kemi shkua dhe ma lartë, e pastaj rasti i tretë që unë du të se kisante, muë më pikojnë në lëtët në zemër, para se të më pikojnë në sinë. Në si më pikojnë lëtët vorë, shumë vorë, sepse më kanë thënë, je kokë fort. Kështu më kam thënë, e ke kokën e fort. Ju kam thënë ati ka në miqve të me, ju se dini bashkë sa e kam kokën e fort. Me mra me qikish 12 kg dhe qikish i thot srop ju banë. A që kam kokën e fort? Pra, lotët e zemrës më dalin shumë shpejt. Ato të ballit pak më nga dalin. Ashtë banë një qa, njeriu me nusën e djalin. Të jeni të njoftu, se Allah në Kurani Kerim ka thënë, hurrimet alejkum ummahatukum, a i ka radhit gratë që s'ke të drejt me u martu me ta. Në Kurani Kerim i ka radhit kejt gratë që s'ke të drejt me u martu me ta. Ka thënë haram e keni nanën, ummahatukum, wa banatukum, bia, i keni haram. I keni haram nanat edhe i keni haram bia. Wa banatul akhi, qikën e vllaut, wa banatul ukhti, qikën e motrës. Wa ummahatu nisaikum, nanën e gruas. Nana e gruas? Tamam, çka i thot gruaja nanës tane? Kur të vjen, çka i thot nanës tane, pia diçka të vjen. E po tash ajo nëna asaj shkon po për ti. S'ka mabet. S'ka mabet. Po të në asaj i dojnë gjishe. I dojnë gjishe, tash po i dojnë modern ndrishe. Tash po i dojnë ku ashtë besniku dhe ka shku të vetët. E ka shku grunë, në gjini. Ka shku të vetët. Wa ummahatu nisaikum, wa rabaibukum allati fi hujurikum. Nëse më kështon të një grupë së prish punë fare, ajo qika ardhë me gruën, edhe e ke rrit ti, e ke amata, e ke rrit ti atë, e ke marrë një grua, ajo e ka për një qikë me vete, atë e ke haram, edhe ka vazhdu dhe një fond ku ka thanë, wa halailu abnaikum, nusët e djembe i keni haram. Wa halailu abnaikum, në një thëmë reja ative, nusën e djallit e keni haram. A i pse e kurërzoj nusën e djallit a i burri? Po çfarë arsye e kurërzoj a i? A i e kurërzoj se djalli i vdiq ati në gurbet. E për me marë penzien e asaj, për me shfridzu penzien e asaj që e shfridzot ajo penzien e burrit, a i e kurërzoj reja në vetë që të vazhdojnë penzia në shpi. E kjo të dashur të mi kjo dënë, që me të vërtet, kur të thot hoxha porim të rinsifir, me i thana ati hoxhës të ja, me të vërtet du me folë të rinsifir po, për këtë dinin tonë na po të gojmë të rindrejk nesër, s'ka me shkupi këtu. Edhe kjo dënë vaj, kjo dënë me qaf, kjo dënë istikfar popullor, kjo dënë të ube, pendim popullor, kjo dënë vaj,
Kjo e djeg zemrën. Kjo e djeg zemrën, kjo e problem zemrën prej brenda, ki muhabeti. E problem zemrën prej brenda. Sepse kjo çka e ka kuptimin faktikisht. Kjo e ka kuptimin pa besë. Jetohet pa besë, jetohet pa iman në familje, përballë me librin e Allahut, përballë me normat e Zotit në tokë. Përballë, frontalisht me Allahun, përballë. I mjerë ai popull që këta njerëz i ka në mes. I mjerë ai popull që këta njerëz i ulën në sofër. I mjerë ai popull, jo i mjerë ai shtëpi, i mjerë ai popull që këta gjemi ka në mesin e vet. Prandaj, ju kam lutë të dashur të mi, ju kam lutë të mos lavdroheni më njëherë, të mos baheni me ndjemëllaj, të mos krenoheni me ata, vetëm me ata se unë jam shqiptar, edhe unë jam shqiptar, na jemi shqiptar na, të mos krenoheni me ata, por të baheni dertin na, jemi rob të Allahu xhelle xhelalu të vërtetë. A jemi na në rrugën që ai në ne është i pajtuar, këtë dert të baheni. Sepse po ja heke njerëzve islamin, ata kush janë pastaj pa islamin? Unë do të kësajmë të Hasan al-Basri vetëm për një fjali të shkurt. Hasan al-Basri, tabi i ka qenë, a i ka mëni sahabët, a i ka nejtë me sahabët, a i pagamarit tonë se ka pa. I ka pa shok të ati. A i ka thënë, laula l'ulema, lësarën nësu mithle l'behajim. Me javë hek një popullit ulema, shumë shpejt shëndronë në kafsh. A i kështu ka thënë. A i ka qenë shumë i menshur dhe shumë i ditur, ka qenë një njeri i badet dhe i adhurimit, ka qenë një njeri i sejdës. Të t'jam kalzojnë një muhabet të këti burrit. Një muhabet të këti burrit. Ka thënë nimi, njerëz janë të ditur që kam marrë mësime prej atyre. Kam marrë dituri prej 1000 ulemave. Prej 1000 personave jam ullë para ative, kam marrë dituri. Kja është një njeri. A i ke pas 1000 mësus që të kanë mësu prej të mlajve të njëre? 6 orë ke marrë prej tive, 6 prej ative, 6 prej ative, 6 prej... Tu kanë bërë 1000 djetarë që ti ulesh para ative i merë diturit e ative. A të kanë dhënë? Ka thënë, kam marrë diturit prej 1000 djetarë. Një ditë ka thënë me një rast, isha të shku me shok në rrugë në fshatra qërë, në Konache. Ati me një vend ju tha shokve mirë, unë pëndalem pak, po të prelan rrugën. Shtu ka thënë, burave ju ka një e punë. Prelan rrugën pak. A je lan rrugën për një punë, ata hecën, ata, vazhdunë. A i del në rrugë prapë pas punëve beta, edhe a i takon disa fëmijë të lujt me një vend ku dahen rrugën. I ka pyet ata. Ka thënë, dë burra a kalun? Kanë thënë ato çunat po, kalun dë burra. Njeni prej atyre gjembe, tha, njeni prej ative të veçlive ati në rrugë. Tha, ka shkun ata? Tha, nalu pak. I ka thënë njeni prej ative çunat, tha, nalu pak. Tha ti, qka hanë ti? Ka thënë, unë ha qka të më pregadit e zoja shpis. Ka thënë, qka vish? Me qka vishësh? I ka thënë, ati qunit unë vish nga me ata që po më shenë. Kështu që po më shenë? Ka thënë, ku flem ti? Ka thënë, unë kam në shtëpi një ligur dele. Ati flem. Kam një shtëpi një ligur dele, flem ati ka thënë. I ka thënë a i quni, shka të dush ha, shka të dush vesh, edhe ku të dush flin, vesh banu njeri. Ka thënë ki po këtë punën e di vetë, ki Hasan al-Basri. Ka thënë mas i pedishi këta vetë edhe ato shok të të gjojnë vetë. Se në pyte pra. Për çka në pyte ka? Pasi që ti këto punë për dishe vetë, ka thonë edhe ato gjojnë vetë. E ka thënë ki 1001 djetari kam që kam marrë mësim, jo 1000. Sepse edhe pikti kam marrë mësim. El-ilmu dal, el-hikmetu dal, letul mu'min. Hikmeti është urtësia, urtësia është të ndihon për i besimtarit. Ejnema, wajadaha, hua, haqqu biha. Ku ta gjesh diturin, ti je ma meritori. Mere. Ku ta gjesh? Ti je ma meritori, ti mera ata. Ja ju e ledhine amenu. Ki do tjetë me siguri sante, ajeti i fundit, që do të spjegojmë, pa një koment të gjatë. Ka thënë Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'anin e Kerim. Ja ju e ledhine amenu, surat të Tahrim. Ja ju e ledhine amenu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijara,
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O ju besimtar, Allahu ju thret me epitetin o ju besimtar, nuk ju thotë ju njerëz. Kur thotë ju njerëz, shumë fishe hin aty. Shumë lloje të njerëzve. O ju besimtar, çka mos? Ka thonë o ju besimtar, o ju të mit. Ashtu e ka për qëllim Kurani i Kerim. O ju ja ju alladhina amanu, o ju besimtar, o ju të mit. O ju që prej këtë njerëzve jeni dallu keni dal kana jem. Pra me këtë emën të bukur na thirr Allahu ka thënë mbrone vetën dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhenemit. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mbrone vetën tuaj dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhenemit. Prej zjarrit i cili djeg gur edhe njerëz. Po ku do lënda djegsa është guri dhe njeriu. Allahu në Kurani Kerim në këtë ajetin e ka sjell fjalën gur. Për në xhehenem fjalën gur. Jo në atë kuptimin që kanë shpjegu dhe njëherë ndoshta disa prej ulemave kur kanë thënë se zjarri i xhehenemit e djeg gurin. A që është i fort e djeg gurin, mo njeriu po se po. Është një tjetër sen pak për qëllim në këtë ajetin të dashur të mi. A ke hinë njëherë në zauna? Në zauna, qka ka mrenda ati? Ati ka një mangal, edhe janë do gurt në të nuk. Që do gurt, me qka në zërë prej poshtë? Me qimirë, me dru, me rri, me qka të dush. Pra të gurt, a i zjarë i poshtë, nuk e ka obligim mi gjithë. Ato janë për qëtërsen ati. Ato janë ati me ju qitë pakuj, e pastaj aq fort të nxjerr prej zjarrit prej poshtë, me ju dalë nxehti jashtë atyre që të djersitësh të mirë. Ta gurt në xhehenem janë me i dhanë xhehenemit flak që të djeg mirë. Me i dhanë ati nxehtë që të djeg mirë. Me ba ata edhe më të nxehtë për me djega i mirë. Me i dhanë ati temperaturën që të digjet mirë. Ai që ka rënë kanë rujt Zotit e gjithë. Zauna e vërtet. Po ku duhen nësu e l'hijara, djegët në të guri dhe njeriu, ka thënë mbrojnë vetën dhe familjen tuaj prej këtij zjarri. Si ta mbrojmë atë, çka ti bajmë asaj. Është një fjali kejtë dhe po e mbyllën dersin xhamati dashur. Është një fjali nëse doni me mbrojt vetën dhe familjen prej zjarrit të xhenemit. Merrni ata për dorë sjellni në xhami. Qëtërkon të gjithë janë të humbur. Merrni ata për dorë dhe sjellni në xhami. Merrni fëmijët tuaj sjellni këtu. Antarësoni këtu ata, ushtroni ta antarësoni në xhami. Ata sa kanë qenë gabat e atyre të antarësuar në për lloj klube, jam antar. Sot, a është jeta me antarësim sot kejtë? Jeta sot është me antarësim. Jam antar në OKB. Shteti im është në OKB antar. Pastaj jam antar në EG. Jam antar në EG. Plasën njerëzit mu antarësu në EG, kur po antarësobi në EG? Një Turqi 70 milion sa shpun që 40 vite. Që 40 vite gua për jashtë, kejt lang, pikoj lang, kejt si mat lang Turqis me hin në EG. Pastaj neve, tash të dhe mos kimi lang, ato parëm që kanë pas lang. Nësë kimi as lang, është kur gjonë në hazër të fatimi. Ato vetë përna i tregojnë atë kalamoqin neve si një opos kështu. Edhe në afrov ato hek pak të mrapa. Në afrov të marim ato largo. Unë po të tregoj, ata mas shpine kanë shumë vend bosh për me largu ata. Nuk janë shtetë ata për muri. Ata kanë vend shumë mas shpine deri në Reykjavik. Prej të rive, Reykjaviku në di. Nuk i të di të rritë Reykjaviku ku anë. Ajo për qëti Islandës atje. Atje në Grenland atje. Të poli i ngrima që pak më nalë. Këtëre atje ato kanë mundësi me shku të mas, ti kujtu se kime ka që ata. Po me të vërtet po, jam i antarësuar në filan klubin, jam prej këtij klubi, kam shku në atë klub, jam i antarësuar këtu, jam i antarësuar atje, në ka mos jemi të antarësuar, pa përtes jemi të antarësuar, me pritim, ku pa antarësohemi me pritim? Me pritim, që pak për na i kajtët, ati ku shpëtoj në shtëpinë e Allahu xhalla xhelaluhu, në listën e ati, po antarësuar, antarësonu këtë, të rritë ju të dashur të mi, ju antarësonu pa prindit e ju në xhami. Se baba gëzohet. Baba të ju gëzohen kur të ndëgjojnë se ju jeni antarësuar në xhami. Atyre fort ju dhe në koka ju kur të antarësoni atje
mran jashtë gollit atje. Mas kornerit atje. Mos i luani lojën mas kornerit. Luajnë mrena në stadion. Luajnë qilim xhamisë lojën. Antarësoni që kryesia e xhamisë juve 18 vjeçarëve, 17 vjeçarëve ne t'ia bëjnë antarësinë në gjysmë juve. A ative prindve antarësi të burrit, sepse ata janë burra të fortë ata. Ata pensionerat, ata parapensionerat, pak mas pensionerat, ata të penzi, ata të penizi, ata janë burra të fortë ata. A ju antarësoni, zonja të dhe njëherë për përsisë dhe morën këtë Ramazan zati nuk e përsisë. Zonja, ne të banë antarët e xhamisë në vete. Sikur shka hinë në vorë vetë. Ata me leket në vorën vetë i pisin, pa burrat. Ata ti mëse ne me banë antarësi si të kush me shku të vorët me ta bashkë ti më përgjish për ata. Kur të vdesin rruja jote, ti me shku ati pinajnë. Qa po të vesin? Po më thojnë si e sjell me burrin. Thuj kur s'kam prak me dorë. Thuj dhe unë jam si aj s'ka pas thuju. Po kjo si t'kaloje kjo si t'kaloje kështu duhet, por ata do të shkojnë në vorë në vete. E na do të shkojmë në vorë në vete. Thuju atyre se pastaj bereqeti i familjes dhe parat që i keni ju, aq sa keni e di se pak keni. Ata ju shtorë ju, që pak keni parë ju. Të mos bëhat do njeni borë këtu, më që 35 që i përdoj. Pak keni ju para. Por ata shtorën kështu. A do një me rrit me të vërtet pasurin tuaj? A do një me rrit me bata të trash të madhe? Investoni në rrugën e Allahut. Investoni në rrugën e Allahut, pasuria juve i lulëzën. Aja qel dimnit. Pasuria juve qel dimnit. Ajo dimnit ban molla. Verës po se po, bani ju këta, firni fëmijët e ju të bajnë këta. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, men istata, për fund këtë, men istata, e jep takin nara, wala u bishikki tamratin faljafal, kush dënë me mbrojt vetën, familjen e vetë për i zarë në gjahemit, me gjisëm hurme le ta banë. Me një gjisëm hurme, le ta banaj. Sepse njani për një qenë ka hinë gjennet të dashur të mi. Njani për njëzve ka hinë për një qenë gjennet. Ka hinë gjennet. Ja ka vërtetu Muhammed Mustafa, se a i kujtja vërtetoj se ka hinë gjennet është njëri. Në rruga ja është djekë për uj. Ka hinë bunar. A i ka hinë bunar, ka pi uj poshtë, ka zbrit për... Në rrugë në shkratin ka hinë poshtë. Del prej bunarit e vazhdo në rrugën a gjithë gjanë një qenaj, me tëtë katër kam për pjetë. Në shkratin. Ka thënë, laqad balaga bihadha al-kalb alladhi balaga bi. Ka thënë këtë qenin e pas ka gjetë ajo që pa gjetë mu pak për para tash. Prapa i këthel të pusi mas. Ati hinaj, e mush bestën e kamës aj me uj. E mush bestën e kamës me uj. Aj bestën e kamës e merë me lamë. Edhe për gurë të bunarit del për tjetë, i qënë ati qenin dhe ngojaj. Jazbraz ati, fa shakar Allah lehu, fa gafra leh. A i ka thënë, o zot falja këti. Ka thënë aj, o zot falja këti. Ka thënë Allahu i ka falë këtë gabimet. Gjitha gjunat. Një mes të ujë gjëmat i dashur. Një mes të ujë ngojt qenit. Një kafshat ngojt gruz. Një pikuj urdo zonja ime. Urdo zonja ime, më pjetujen vetë. Qka po dëmë të pi prej tregu? Mendoj se me këta është bot me krisante. Lillahi l-Fatiha.